Qytetarët me të drejtë vote të komunës së Prizrenit ashtu si të gjithë Kosovën të dielën 28 dhjetorit për të katërtën herë brenda vitit u rikthyen në qendrat e votimit. Këtë herë për zgjedhjet e përgjithshme të parakohshme të dyta brenda vitit. Për më shumë prej tyre, dalja 4 herë brenda një viti për të votuar shihet si tregues i mosmarrëveshjes së thellë politike. Besoj që çdo gjë të shkon në rregull, edhe ky popull edhe do të dërgjesohet, do të sheh përpara, nuk do të bojkotoj mo elementet, por do të sjell të mirat edhe krijimin e organeve qeveritare sa më shpejt, se jemi në një krizë të madhe, edhe popullata praktikisht është shumë e zgënjur. Besoj që kjo do të jetë ditë e ardhmërisë, ditë e vazhdimit të elementeve të mira. E vërtet që 4 pasgjedhje është indikatori i mos tolerancës, i mos marrëveshjes në mes veti. Kudo që punojmë në ndonjë institucion, ose në ndonjë klub, ose kudo që veprohet, duhet të ketë një respekt reciprok. Edhe duhet ta kuptojmë dallimet që na bëjnë të dallueshëm, ose ato më të mëdha që na afrojnë. Se e kemi një emërues të përbashkët, jemi qytetarë të këtij vendi, edhe duhet të mendojmë secili sikur bletët që punojnë së bashku dhe ndërtojnë hoje, edhe ne duhet të ndërtojmë shtetin në forma të tilla, edhe pse jemi krijesa më të larta, të marrim shembull edhe prej atyre të tjerë. Sipas qytetarëve, Kosova ka nevojë për një qeveri funksionale që jep fund të ciklit të zgjedhjeve të shpeshta dhe i kthehet punëve të vendit. Zgjedhjet e 28 dhjetorit u mbajtën për të zgjidhur bllokimin institucional më shumë se 9 mujor pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, ku asnjë parti politike nuk arriti të siguronte shumicën për formimin e qeverisë. Kështu viti 2025 mbetet një vit i shënuar nga votimet dhe kërkimi për kompromis politik. Filloi me zgjedhjet e rregullta me 9 shkurt, vazhdoi me 2 raunde të zgjedhjeve lokale me 12 tetor dhe 9 nëntor dhe u mbyll sërish në kutitë e votimit me 28 dhjetor. Një vit që shpresoi të sillte zgjidhje, por që ende mban pezull pritjet.